Do shkojmë në Maqellar. Kam Ministrin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, zotin Andi Salla. Zotin Ministër, kënaqësi të kem të bisedë nga Maqellara. Ka nisur java bujqësisë. Tani për të kuptuar pak çfarë është kjo java bujqësisë dhe çfarë ka ndryshe, domethënë, cilat janë gjërat e veçanta kësaj jave dhe cili është, le të themi, harta nga ku do shkoni. Shumë faleminderit për intervistën. Ne, si që ju shikoni, ne jemi nga terreni për të parë nga afër punët e mira që janë duke ndërtuar në çdo cep të Shqipërisë, fermer, ato që janë bashkuar, fermerët bashkuar, SHPP-t që ne po krijojmë me bashkitë, por edhe atë çfarë ne po diskutojmë me fermerët në çdo territor. Nuk kemi ndalur asnjëherë momentet e diskutimit me ta, që nga skema kombëtare për afrimin e tyre sipas dëgjesave që kemi kryer dhe është një skemë gjithëpërfshirëse, mund të themi, ku dëgjesat që kemi kryer i kemi përshtatur me të gjitha ato çfarë kanë sugjeruar fermerët në të gjithë bashkitë. Pra ne kemi po të themi kemi qenë në çdo bashki me fermerët dhe tashmë do të vazhdojmë përsëri për t'i orientuar ata që të aplikojnë drejt skemës tonë kombëtare në mënyrë që të bëhen pjesë e buxhetit tonë, të cilët ne kemi akorduar 52 milion euro ndaj AZBR-s, që është institucioni jonë për të aplikuar fermerët. Duke diskutuar me ta, faktikisht kemi dalë edhe me disa problematika të tjera që ne reflektojmë her pas here për t'i buxhetuar, mund të themi, edhe ndaj bashkive, cilat janë ato probleme në vaditje apo në kullime, edhe në... Ndjes që ndërpres, po thjesht duhet ndalem pak këtu. Probleme që ju keni parë në terren këtë periudhë, realisht sa të mëdha janë, domethënë, sa të parë i përrushme apo nuk ka gjë që nuk arritet, por cilat janë problemet më kryesore që sipas jush ose shqetësimit fermerëve, gjithmonë sipas shqetësimit fermerëve kërkojnë ndërhyrje imediate? Një pjesë e mirë është vaditja. Ne kemi akorduar tashmë një nga buxhetet për bashkitë cilët kanë aplikuar për Ministrisë Bujqësisë dhe jemi në fazën e shpërndarjes së fondeve, atje ku zonat janë prioritare dhe kanë problematika ndër vite, mund të themi, apo zonat cilët janë të pambuluara për vaditjen e zonave të caktuara, dhe ajo që është më rëndësishme është krijimi i SHPB-ve të përbashkëta për ta çuar në një tjetër nivel bujqësinë shqiptare, bashku me fermerët, ku bashkia futet në një rol bashkëpunues dhe garant për atë çfarë fermerët duhet të bashkohen, dhe secili fermer sot prodhon në tokën e tij vetëm, por do të shesim së bashku për të krijuar një treg sa më të madh dhe kontrata të cilët do të vazhdojmë më tepër për shtetet të caktuara apo bizneset të tjera më të mëdha që janë të interesuara për produkte të caktuara, mund të themi, në territor. Do të jeni në Maqellar sot, çfarë po shihni, pra si është situata aty me fermerët Maqellar, ku do shkoni pastaj, në cilat është një plantacion me mjedra, është një mundësi që fermeri e ka provuar vitin e kaluar, tash ka marrë një sasi, e ka pas të shitur të sigurt të gjithë produktin. Këtë vit pretendon që prodhon akoma më shumë, por duke i sugjeruar fermerit që të marrë autofaturat dhe të depozitoj pranë tatimeve në 6 muajorën e parë për të marrë 10%-in cili takon nga skema që ne kemi vendosur tashmë nga buxheti i shtetit. Është rëndësishme të informojnë fermerët për të grumbulluar ato faturat, sepse buxheti është aty dhe ne na duhen vetëm ato faturat ndaj fermerëve, në mënyrë që ne t'i mbështesim me buxhete që ata të investojnë akoma më tepër në fermat e tyre apo në bizneset cilët janë në bujqësi.